Koli. Po. Po, me kjerët koli atëherë. Këto martesa të reja, ma mirë janë, po dyqysh s'ka pas aty rallë, ka pas raste që unë ndabë me gru. Baca po na kallzoni në fillim, pej kur e koni vogël, çfarë jetë ke pas edhe çu bëj ke jeta në atë varë? Kur më koni vogël, jeta e kon vëllaj, e dëpë, nuk kemi pasën. Po. Nuk kemi pas mirë, me jetu mirë, as me vesh, as me mas, as me... Po ndoket jeni kënaqur më shumë ç'është. Po, valla, po. Ama dikur tani pak gadal kështu të punu ka pak e të... A keni pas kushte me shku në shkollë? Vallaj, ju. Jo, nuk kom pas kushte se më ka shku shkolla fort. Po nuk kom pas kushte me shku e metëm që ashtu tani. So Po vjetë doke e kom shkolla? mi rok punës. Tani masi që u bona për punë, u martova. U bonën fëmija që ashtu po doke mi mojtë. Shkollës a janë nise? Të shkollën të në tetën e kom quë, ma nej s'kom mujt me shku. E kom pas një vlla pej baba, ai nuk në leje kem me shku në me shku në shkollë. Pse? Po do të miru ljepte, do të me punu këtu, s'ka po të vynë shkolla, dhe ke, s'ka po të vynë. Do këtë tani me lo ato me pa ndëgju ato së bëjke. A kishe marak me shku në shkollë? Vëllaj, kom pas marak, po nësi nuk ne dhanë kushtet, pa ma të vjetër shka ishin, po duke me lo tani. Mosë nej tani, pe ati vlavë pej bobe u dajtëm na, metëm na 3 vlazën jem, metëm qështu tani në për puna, në për gurbet. Sloveni kom punu tani një kohë edhe në Gjermani pak, një 3 vjetë. Po, tani u dohtë e lash shoqen këtë vetën, u dohtë me orë se nuk kish kush rrimë ta, 2 fëmijë kisha atëherë. U dohtë me lëshu Gjermaninë, e erdha këty. Ja nisa që tokën e punojshna, ka pak e hina tani në punë që të në kooperativë të Komaronit. Kooperativa të tani hina si vazit i drejtorit për të hinë. Mirë kom kalu aty, po së bojke tani me shku që tërkonë së bojke, se thëmija këtë vetë. Kështu që ponën 2 vjetë vëlla kogja shumë që punova këtë 35 vjetë kom punu në kooperativë. Mos që po ta hinë kooperativë, u përmesu tani gjandja për familje. Tani u bonën edhe t'jemte. Sashtë ma shkurt. Thejmë të koha kur e koni vogël, ta që e ke vazhdu shkollën deri në klas 8. Shkollën e kom vazhdu në që të ka një kullë ka që të. Po? Që të një kullë agushit të kom, e ka prisha jetë. E shkollën të në 4. klasë që të kom kryjë. Që të kom i pas në shpinë që të vjetërën. E këtë kom kryjë 4. klasë, tani po ta shku në Kamaran në shkollë të... Kjo shkolla fillore, tani shkolla 8 vjeqarën atëherë, o thirë, 8 vjeqarëja. 8 vjeqarën e po ta kryjë në Kamaran. Atë në oli prindi për shkolla? Jo, aj vëllavë prej babe, se prind s'kom pasën e prindim ka pas vdek mu pa... Masi si kum leje une, aj ka vdek më në rënë edhe në patlon eve të vogël me nonën e... Aja në qyri, në rujtje. A e kishit zërë jetën pa... Po vëlla, jeta e zërshme, pa pas me morë kërkah. Kur fartarë në kërkah ishë zërë. Po, shka me bo duke qështu, ku mu ishu me punu. Dhe që u qelë tani shkum në për gurbet,
Vllahun e keni respektu tamam si prind ndoshta vllahun e madh. Vllahun e madh pej bove e kum konsideru si kur prind me kon. E së buj kemi me aprish. Jo. Tani masanej a ju bonën djemt edhe atina, djemt e ti pa të në shkutën i vazhdu shkollën, fakultetin e magjistere, një Merelshonin është keni dëgju për ta. Merelshonin e këm pas djallë vllavët pej babe. E pa të në mytë tani këtë në paklek. E o ku e jafta i shumë. Ku e jaftë. Mirë po. Ta që e ke respektu vllahun si me pas prind. Si me pas prind dhe kum respektu. Sot rinia më duket s'pe respektojnë as prind që Jo, vallaj, tash të rrit prindin se nuk e respekton çashtu që kum respektu unë vllahun pej babe. Po, atëherë ku çetër kohë ku po duke me respektu, duhet ke me ndëgjue, që është ai ke ai na s'kishun. Shko në shkollë, shko, mos shko, po do komunal. Kështu që edhe pse nuk kom pas po kom pas dëshirë me shku në shkollë, me vazhdu shkollën mamja, po nuk kish mundësia i kushteve, se jo për që s'm ka shku shkolla, po për kushtet si kena pasën, të nuk lejna i unë. Tani qashtu hajt, të na për gurbete, na për qysh kemi mujtë. në cilin vit je dalë the? Po më dolën në 68. Sa ke najt atë? Kum najt 3 vjetë, të në 7 e nishën. Aty kum najt 3 vjetë, kum najt në Gjermani. Atje e kum pas mor lejen në përkerë, atje kum pas mor në Gjermani. Që shuboj ke jeta, sa kish dallim jeta? Tani une mas isha atje, shoqen e lash me 2 fëmijë këty, po do kemi një mua kërë. I qeshna povrë, i qeshna. Aja i këqyrë këtë i kina pas atëherë, maj shumë edhe gjonë, maj shumë tëna, tash s'pa mojmë. Kur që as gjonë, as pullë as mojmë tash. E o do kemi mojtë gjonë atëherë, i këqyrë ka aja, shoqja i këqyrë ke farë dola. Edhe hina unë në punë atje, erdha thash ti tham shoqes këtë që hajde shkojmë atje, se i ku morë punën atë kështu të përgjithshme me punu, e shkojmë atje, ajo ma qoti, tha jo, tha se ku me lan, tha, të shpine, ku me lan lëpte, ku me lan, edhe i shko mirë me i lan kretë, shko, boni kushtet, po, e mira, po, hatri shoqes, tani u do të me lëshu punën në atje. E u ktheve? E u ktheva këty, tani kishëm do tokë, na punëshëm tokën ka pak, e unë hinat aty në kooperativë. Në punë, bojshëm i darë, bojshëm... E para se me dalë jashtë, je martua, po? Para se me dalë jashtë, i martu. Sa vjeç e kanë aty? Vallai, kom pas, dikun ka 23, 4 që të dikun. Apo në rallëzën qysh rem kontakt me grunë tone që e ke pas? Po vallai muhe, në kontakt nuk e marrë me to, se mu ma baba ma kësh pas në zonë, unë jem konën, duke unë ka 2-3 vjetë. E haja kësh pas një shëq atje, Caraleve, si këm pas misht për Caraleve. E kësh pas një shëq në Risinëvc. Aty, sikur tash se shok të adi, edhe i thëtë, do më të nëzirë, Jordin e ka pas hamnin e baba jam. Thëtë Jordin do më të nëzirë një qikë për djallë, për muë. Thëtë, ani bërbo shajre. Eshtë kështu që ajo bon se bepe e ka nëzirë, e ka prunë fjallën, që ashtu si këtu një herë. Me mësit. Edhe, tani, unë u rrita, e martova, që ashtu vazhdo. Qysh e keni bo martesën? Martesën e kemi bos me keret, që ashtu me keret koli. Po, me keret koli atëherë. Me keret koli, gjithë që më të qylim atë. Mirë, një farë shëhreti atëherë, po, s'kishëm edhe kushte se atëherë, se s'ka pas as kerras. Kështu, e që ashtu më rriqë, ma shkurt,
Po do që ma shqivlet u konë qatë kohë. O konë, valla, o konë shëvret, o konë fort. E sot që po mënon për qëto martesat e reja që po buhen? A? Qysh po buhen qëto martesat e reja që po mënon tja, a jenë ma mira në shto? Wallahi, këto martesat e reja, ma mirë janë, po diqysh, po nuk po bëhen vërat, atëherë ku na zonë ke prindi, që atyne edhe jenë konë edhe famnat atëherë që ma të ndëgjushme. E ngëshin vjerën, ngëshin burën, ngëshin të në vjerën, tash jo, valla, tash ka punë të veta, aja i kryen punë të veta, edhe kështu që nuk i përzina, unë nuk i përzina, jam rejën e kam, nuk i përzina kur si në sen heq, të më ponë hizmet, për e qatë versën, më këshyrë, teshat mi pastrën, krejt, kam respekt, fort kam respekt. Nuk përzina në të, se kur dikush se përfshijet, dikush ja më dhe rejet me familje, bujnë dhe farë punë të kësia, dhe sanë, valla, jo, nuk o mira ja. Në shta dhe liria e tej për të sëtë. Po liria e tej për është, po, që është valla, atëherë edhe na vike morë, po edhe kemi pas edhe frikë pe i prindve, edhe na vike morë me bon, dhe me morë grune, me lëshue, jo po s'po më pëlqene, jo, dhe sanë, jo, atëherë konën, s'ka pas aty rallë, ka pas raste që unë ndabë me grunë. Po tash, vetë po të dojnë që është i pëlqen, s'kish ka i përnesh, një farë demokracie, gjithse kur shka dojnë banë, nuk ka tash, nuk i ngojnë, prindë nuk i ngojnë, fyrin punë, ajtë që ashtu, po më pëlqet qikne, po më pëlqet qikne. Shka me bu tash? E që të të rive për një zgatë martesat që ju kanë zgatë juve për shambull në atë kohë që si një nda dhe në fund tjetës. Qka ju kështë i thot rive për shambull me i këshill dishka? Ja, unë të rive i këshilloj se nuk do të mi bu atë same. E gjonë, njeftohesh me ta, të pëlqen, po nuk ka atë, me thamë valla, e shko një vete, s'po më pëlqet tash, ja, më kom zjeti tjetër, ja, da sane, janë atë. Atë janë punë të këqija. Po, tash sa mundesh me thonën, kërkujna me thonë, as pse atë qysha, pi punë të veta. Veç, mirë ju, nuk o mirë ashtë, nuk o mirë. Nuk o mirë me lujt me si thënë të njëherë të eshin me lujt me ftyra. Që me pun tash, koha pak ma e lirë tash, orë, pak, s'pat. A është respekti njëjtë për shambull i grave sot për vjehrin që shukon ma herë? Jo, edhe nuk ka të dë, ka, ama që shukon për para në përgjësi, respekti i vjehrive, i vjehrave, nuk është tash ashtu, po ka dhe që po. Ka famna valla si e respektojnë prindin fort edhe unë që për veti shumë të dalë drëna se të rrime dhe pleqe me dhe sene, ja, kështu, ja bon fsha djallit e kështu, një djalli jam i zvyne, dreja zvyne, atë sene, unë për veti kam respekt. Kam respekt në djeme, në reja, krejt, kam respekt, më respektojnë, fort më respektojnë.
Veç që edhe unë do pjak qarti, i kanë punë të vetë ata, unë... Nashta që kjo formula pak me nguti, pak Pak ata. Me kon njeri, do të me kon njeri i urtë, i sinqert, mos me konën me i fjallëve me kon i keqe, me thonë gjithse kuna, me thonë jo Allah, kështu. Po aty gjithse kush e ka për veti, ka të kësi valla që nuk e respektojnë as prindin, se respektojnë as nonën, as babën, as respektojnë ka për i tyre. E na jo, valla, na familja jonë, më të drejten, nuk ka, asnjën nuk ka që unë kam 3 djemë, që ky maj madhe që ty, i dyti që ky vogli është, veç kam respekt për tyne fort. Kam respekt. Shoqen se kam veç, kam respekt qyshma. Që nusja që ti djallit që ty ardhen që tash, atë që shumë respektem. Se ai djalli s'ka mujt me ardh, e kjo ardhen ty, ka najte një autit, çfarë respekti, po fort respekt kam. Bace shtynë trive që vëlshojnë venin sot, për shembull, vëlshojnë shumë venin. Vallai. Çka ju kishe thonë? Mirë nuk është. Nuk është mirë me lëshu venin. Unë më dhimen si lëshojnë venin, të se po kushtet nuk janë. Nuk pja letësojnë kushtet këty me punësunën dhe me pas rrogat e mira, për që ata lëshojnë venin. Se me pas rrogën e mire, punën e sigurt, se lësho kërkosh punën. E venë maj mirë se këty s'ka kërkon, po kajtë pej kushtëv njerëz të lëshojnë venin. Nashta dhe fajet nashta pak i ka dhe qeveria, nashta s'po punon shumë për të. Vëllai, qeveria, po, qeveria i ka fajet se qeveria do të me punën që me nalë pun njerëz ty, që këta të rritë, me punësu këty, rrogat të mira me obo, fabrika me qilë, me i punësën të anë, se kërkosh, nuk po kësyrë me hata ta bëjnë një fabrikë, i punësaj dhe punëtor këty, ti më stilo me shkupën. Po kësyrin gjithse kush për vetë. Kam i vonë, tash. A ju kështë bo thirë mu këthy në vend trive? A? A ju kështë bo thirë që mu këthy në vend? Vallai, unë i bëj thirë mos me shku. Jashtë. Po s'pa ngojnë. I tyven po ngojnë, po. Nuk po ngojnë se mirë nuk ka me shku. Jo, vallai, mirë nuk ka me shku se me lëshu venin tënë. E ke provu. Kitë dhe na kitë, për mi gjysa e katunë në këtë, janë i kanë maru shpijat, qëfar shpijat mira, kajtë jashtë. Hatë shpijat, nuk është përparim, nuk është ardhmëri e mire. As për fëmijët e tyne, nashta nuk është mirë. As për fëmijët e tyne kjo punë nuk është mirë, kështu nashta. Po jo, dhe, pas është mirë. Se rriten me një kulturë tjetër, me një... Rriten pas këthejet heq, nuk këthejet heq aj. Shaharë, vëllaj që tash më ka orë që të një 2 djemë ka orë që i të modhit. Haj më zëllë, kajtë të folë gjermanisht. Kajtë në gjuhën gjermane të folë djemë të ri. Unë i thesh në adët e gjyshi, veç eke. Nuk dhe, edhe të folnit, s'do me folë shqip. Mësu atje me në shkollë, në qirë dhe mësu me folë në gjermanisht. Apo të pengon ty kjo që s'me folë në gjuhën shqipe? Po, valla bolë. Po më pengon se unë po kom që me folë gjuhën shqipe, jo me folë gjermanisht. Ani atje folë, po atje është veni me folë, s'ka qare, ama këty
kanë fajet pak edhe prind të tyne. Nuk do të milion ashtu me. Nuk do të milionën, kur gjë këtu të më thonë fal shqip, jo. Ai vet baba i tina edhe djali, si thërë, folin ata gjermanisht, na vëgjën gëjmë. Se unë e di ka pak ati, e marrë vesh, po në ka mirë milion 3, me thmin me folë gjermanisht, atje, këtyre. Këtyre dhe të folë shqip, atje, po të shkon shkolla në qirë dhe folë në gjuhën gjermane.